Atëherë, edhe herë mirëdita. Faleminderit që keni ardhur sot në këtë takim të iniciuar nga Departamenti i Garave dhe me udhëzim të Komitetit Ekzekutiv për diskutuar bashkërisht me klubet e kategorisë superiore mundësinë ose skemën aktuale dhe mendimet apo propozimet për ndryshimin e saj. Objektivi për këtë propozim është që të kemi ose të propozojmë një kampionat me më shumë mbase garë me tendencën për të pas më shumë spektatorë në stadium, për ta promovu më shumë kampionatin shqiptar, për t'i dhuru spektatorëve ndeshje me më shumë, le të themi, nivel kompetitiv në fundin e kampionatit. Për këtë gjatë këtij procesi Departamenti i Garave përveç studimeve që ka bërë në të gjithë kampionatet e Europës në bashkëpunim me një grup pune me UEFA-n, kanë nxjerrë disa propozime. Kanë edhe arsyet pse janë ato propozime të cilat ne do t'i diskutojmë sot. Është bërë një mbledhje në nivel tjetër me drejtuesit e klubeve të kategorisë superiore dhe bëjmë dhe këtë konsultim sot bashkë, pastaj për të marrë një vendim nëse mund të bëjmë këtë ndryshim në sezonin 2023-2024 apo në sezonin e ardhshëm, apo nëse duhet të rrim kështu siç jemi. Padyshim që në fund ky skemat e propozuar, nëse do ketë më shumë, po sigurisht që do ketë më shumë spektatorë në stadium, duke shfrytzuar kryesisht edhe stadiumin Air Albania. Pasi duke pa historinë, duket që në Air Albania ka më shumë spektatorë se sa në stadiumet e tjera. Do të jetë më mirë apo me të ardhura më shumë ekonomike për klubet dhe me më shumë tifozë. Kjo është pak a shumë diskutimi që duam të bëjmë sot. Unë edhe njerë ju falenderoj për pjesëmarrjen, falenderoj gjithëve për interesimin, edhe drejtuesit e klubeve apo sekretarët e klubeve që kanë qenë bashkëpunim me Departamentin e Garave dhe me Federatën gjatë këtij procesi. Dhe uroj që të kemi një konkluzion sa më të mirë për një garë akoma më të mirë. Nga studimet në fakt që kemi bërë dhe nga materiali që do ta prezantoj Mariusi, kampionati jonë krahasimisht me kampionatet e tjera, janë shumë kampionat disa dhe Mariusi do t'i me nga 10 skuadra të vendeve si Shqipëria. Ka disa karakteristika pozitive, karakteristika kryesore pozitive që kemi ne që është që diferenca mes vendit parë dhe vendit fundit, gepi i pikëve nuk është aq i madh sa ose është më i miri i krahasimisht me gjithë kampionatet e tjera me 10 skuadra, pra me diferencë më të vogël. Numri i spektatorëve gjithsesi është më i kënaqshëm se sa në më shumë se gjysmën e tyre, por për të shkuar përpara ne pretendojmë akoma më shumë për të pas ndeshje më garë, më kompetitive. Në ato propozime, do të them pak a shumë, megjithëse ne do t'i dajmë, mendohet që fillohet kampionati siç ka qenë, do të them me 10 skuadra me 3 apo 4 faza, duke do të shohim dhe numrin e ndeshjeve. Dhe pastaj ose të ketë një finale me 4 skuadra në skema të ndryshme, ose ndarje me play-offe, kryesisht këto ndeshje të luhen në Air Albania, që sipas historisë dhe statistikave ka një numër mesatar të paktën në ndeshjet e derbit Tirana, dhe kjo është, do të thonë, objektivi që duke qenë ndeshje ato ekipe që do pretendojnë titullin kthehen në derbi, jo në vetëm derbi Tirana, Partizani apo Dinamo, por edhe me skuadrat e tjera. Ky numri mesatar ka qenë mbi 14.000 spektatorë në derbin e Tirana Partizani, sepse Dinamo s'ka qenë, kështu që ky është objektivi. Kështu që pa humb shumë kohë, unë ja fjalën Mariusit për ta thënë më konkretisht, për t'i thënë propozimet, janë disa skema, dhe pastaj për diskutuar në mënyrë gjithë me radhë, dhe pastaj për dalë në një, le të themi, në një konkluzion përbashkët. Faleminderit president.
Departamenti i garave në UEFA ka propozuar 4 opsione, kur në opsionin e parë kemi që quhet final 4. 4 ekipet e renditura të para pas përfundimit të kampionatit do të zhvillojnë një fazë play-out të quajtur final 4 për të përcaktuar ekipin kampion. Ky opsion propozohet për ta bërë garën më emocionuese dhe sfiduese. Për variantin e parë kemi ndeshjet me një takim, me një fjalë nga vendi i parë dhe vendi i katërt do të zhvillojnë 2 gjysmëfinale plus finalen që do zhvillohet në stadiumin Air Albania. Ekipi kampion përcaktohet me anë të play-offit, ndërsa ekipet pjesëmarrëse në komisionet europiane do të përcaktohen me renditjen e rregullt të sezonit. Siç mbari sezoni aktual, ekipet i pari shkojnë në Champions League, ekipet e tjera shkojnë në Conference League. Ndërsa në variantin e dytë kemi ndeshjet me një takim përsëri 2 gjysmëfinale dhe finale. Ndeshjet zhvillohen në stadiumin Air Albania. Ekipi kampion përcaktohet me anë të renditjes së rregullt të sezonit. Ndërsa ekipi fitues i play-offit final 4 është pjesëmarrës në raundin e parë të Champions League, ndërsa 3 ekipet e tjera janë pjesëmarrëse në Conference League. Në variantin e tretë kemi ndryshe nga variantet e mëparshme, kemi vendin e parë që shkon direkt në finale, ndërsa vendi i dytë dhe vendi i tretë bëjnë gjysmëfinale për të ndeshur me ekipin e vendit të parë. Ndeshjet luhen në Air Albania. Ekipi kampion përcaktohet përmes play-offit, ndërsa ekipet pjesëmarrëse në Komisionin Evropiane përcaktohen përmes renditjes së rregullt të sezonit, siç është jemi aktualisht. Ndërsa në variantin e katërt kemi ndeshjet me 2 takime, 2 gjysmëfinale plus finale. Gjysmëfinalet në stadiumin e secilit ekip pritës, me një fjalë, në rastin ekipi X me ekipin Y, të dyja ndeshjet do zhvillohen gjysmëfinale tek ekipi X, ndërsa finalja e madhe në stadiumin Air Albania. Ekipi kampion përcaktohet përmes renditjes së rregullt të sezonit. Në moment që mbron sezoni 36 javë, ekipi X në rast se ka dalë kampion është përsëri ai ekip që do të marrë pjesë në komisionet europiane. Ndërsa në variantin e 5, ndeshjet do zhvillohen me sistem Robin. Me sistem Robin janë 4 ekipet ku pikat zerohen, ku do zhvillohen 3 ndeshje për secilin ekip në një hapësirë kohore prej 10 ditësh. Play-offin do përcaktoj renditjen përfundimtare nga vendi 4 tek nga vendi i parë te vendi i 4. Gjithashtu, ekipi kampion në këtë sistem shkon në Kupat e Europës ku do përcaktohen sipas kësaj mini lige. UEFA propozon turne të rinj. Krijimi i turneut të ri do të ngjatë një interes më të madh tek fancat edhe tek ekipet, gjithashtu duke rivalizuar një trofe të ri. Janë 3 variante. Aktualisht ne kemi Superin e Kupën e Shqipërisë, ku ekipi kampion i superiores ndeshet me fituesin e Kupës së Shqipërisë. Ndërsa UEFA propozon zgjerimin e Kupës së Shqipërisë me 2 finalistët e Kupës dhe 2 vendet e para në kampionat. Stadiumi Neutral Air Albania. Ndeshjet mund të luhen para fillimit të sezonit ose në pushimin e dimrit në mes të sezonit, zakonisht ne kemi periudhën janar, që është pak më e gjatë pushimi. Të gjitha ndeshjet do të luhen një javë, me një hapësirë kohore brenda javës. UEFA propozon Premiership final 4. 4 ekipet e renditur të para marrin pjesë. Ndeshjet me një takim, 2 gjysmëfinale plus finale. Stadiumi Neutral Air Albania. 4 ekipet e para final 4 luajnë në një njëjtin javë, ndërsa ekipi kampion dhe pjesëmarrësit në komisionet europiane përcaktohet përmes renditjes së sezonit të rregullt. Me fjalë, nuk kemi përcaktim në rast se mbron sezoni. Ky është një kampionat më vete. Ekipi fitues i play-offit titullohet Premiership Champion. Gjithashtu UEFA propozon një League Cup, ku 6 ekipet e renditura të para kualifikohen për një çerfinal, ndërsa ekipet e renditura në vendin 7 dhe në vendin 10 luajnë një ndeshje, një raund paraprak për të kualifikuar. Çerfinali luhet në fushën e ekipit të renditur më lart, ndërsa gjysmëfinali në stadium neutral, që normalisht do përdorim stadiumin Air Albania. Në total 9 ndeshje, shtesë 2 gjysmëfinale plus finale në Air Albania. Maksimumi 3 deri në 4 ndeshje shtesë për ekip. UEFA gjithashtu propozon mas 2 fazave të rregullta, që i bie 18 javë, ndahen 5 ekipet e para për të shpallur kampion dhe 5 ekipet e tjera që quhet grupi mbijetesë. Pas 18 javësh, 5 ekipet e para do të zhvillojnë 4 faza ndërmjet njëri tjetrit. Në total, një ekip do të zhvillojë 6 ndeshje përballje midis njëri tjetrit.
por njëjtin gjë dhe grupi për mbjetesë. Te opsioni i dytë kemi 3 faza të rregullta që aktualisht janë 27 javë. Por 2 ndeshje midis njëra tjetrës, midis vendi i parë dhe vendi i 5 do ndeshen 2 herë me njëri tjetrin. Në total, gjatë sezonit futbollistik, ekipet ndeshen 5 herë me njëri tjetrin. Ktu është opsionet për ndarjen e dytë, janë që mbahen të gjitha pikët e grumbulluara gjatë kampionatit, mban gjysmën e pikëve të grumbulluara ose ekipet e nisin me 0 pikë. Kemi opsionin 3 bis, që quhet, ashtu ka quajtur UEFA, është ndryshimi i formatit të kampionatit. Kemi përsëri sistemi me 10 ekipe, por ndryshe nga më lart kemi që mbas 2 fazave të rregullta, 8 ekipet e para do të garojnë për titullin kampion, duke zhvilluar 2 faza midis njëra tjetrave, në total 14 javë. Ndërsa ekipi i vendit 9, mbas 2 fazave dhe 10, do të spostohen për të bashkuar me 6 ekipet e para të kategorisë së parë, ku të zhvillojnë 14 javë, 2 javë midis një ekip zhvillon 2 ndeshje midis njëri tjetrit. Ndërsa në opsionin e dytë kemi përsëri 18 javë, por kemi 3 faza që i bie 21 javë. Në opsionin e dytë favorizohet ekipi që është renditur më mirë, që gjatë kësaj mini faze zhvillon 3 ndeshjet, 2 ndeshje brenda 1 ndeshje jashtë.